Përshëndetje të dashur shqiptar ku të qeni. Ju përshëndes nga zemra. Arsyeja pse reagoj për padrejtësitë, që nuk kam qenë i vogël, i ri, në moshën 4-15 vjeçar, që kë prindi im, babai im, ma ka besu punën, dokumentacionin e LDK-s që e mbante në shtëpi kur ishin mbledhje të ndryshme. Në atë kohë kishin sallonin e vetëm që lëshonin për mbledhje në ndega, domethënë e LDK-s të rruga jon. Ka qenë edhe Rifat Avdiu i ndjeri, pastaj është gjallë Hakim Ahalla, Baca Hajrush Vladi, shumë të tjerë e din, ndërsa babai im edhe kjo nana ime më tregonin se ku janë dokumentat për me iqu të filan personi. Pastaj, kur ka qenë një ose dy protesta i ri isha në atë kohë, jam rrit me dashurin adhetare, sepse prindim më ka marrë në protesta në demonstranta para hotel Lubetenit, ka qenë koha kur i cakronin ato farë të nxerët e zilet. Tash, hjekat e këtyre prindve të mi, më kanë mësu me qenë ky njeri për padrejtësitë që i ka shkaktu Serbia në atë kohë, edhe kur ma ka qitë babën prej punës, këtë babën islam, edhe unë edhe kjo nona jam Loçka, e dim se sa kemi hjek në atë kohë, shumë kemi hjek. Por, faleminderit Zotit, publikut, edhe lirisë këtij vendi, unë jam ai që sot këta prindë e mi, deri në këto momente, i kënaqi me shpirt. Shikoni. Ju që keni fysët edhe keni shosa në komente, për hir ty në dëve, se ma ka të rejkë vretin që e nona jam, që kom shoh para 3 jave, jo me nonë nuk kom shoh, po kom ato shprehjet e moshkujve, që eskalova, për rastin e Gani Kocit që jam ledha 50.000 euro, më shëru prej kancerit, a i farë fylli pat hinja të tha dhe ti e hajnë kriminal si kur Ganiu, pra ndaj unë për të reagu, por nuk ka rëndësi kur të shaj une bëhet e madhe, por për falë këty në dëve nuk për i shaj ata që i kom fotografuan komentet e tyre edhe i kam bloku, por do t'i publikoj. Çka do me thonë? Për padrejtësitë që i shkaktohen Kosovës, edhe gjërat që unë derisa jam të jetu këtu, normalisht që ngriti zoni. Janë tatim paguesi më i madh i stradës, një, çdo dashme, çdo mbrëmje që e kam mojtën, që 27 vite pas këtij ajri që e thithi lirshëm, jo sikur ai zotnia që i tha Sala e Sharit, mullimet ajri me thithjo. Po ky ajër që ma ka mundsu lufta për liri, fal Amerikës e NATO-s pastaj, fal edhe Rrugovës, edhe Ramushit, edhe Hashimit, edhe Albin Kurtit, që kanë qenë dikur, po tani jetës mundur me qenë ata, kur hiç pas Albini nesër. Po ju thëmë diçka, nuk keni ka qik me më zbraps për padrejtësit kur i bëhen vendit. Rasti për përshkatimin e Ramushit që i kanë kërkuar zotnia në hapësirat publike të kuvendi nuk është për atë gjumë, besoni. Menxe kena arrit me bo këtë liri dhe atë kuvend. Besoni, nuk është vendi për me mi fy shrimtar, po as Albin Kurti nuk është. Ju e dini që nësë u bajtu korë dhe kam shkru që nuk ba mi thonë Albin Serbia, së është kryeministri jam. Është këtë rregull. Kum ja publikuan videon që në 2021 unë Labinot Tahiri kam qenë me Hungari kur është dërzu prej pushtetit, kur ishte me LDK-n Albin Kurti, dhe unë kam bë thirrje me votu vëdhën edhe Albin Kurti me votu sepse 50 ditë ishin pak dhe kam kërkuar që t'i bëj 4 vjet, 8 vjet për shkaqe të shëndetësisë në vend që është ku është vendi me shëndetësi, domethënë s'keni barë në asnjë as kërkush. Çfarë bëba jam? Unë privati shëroj këta. I qërë spital shtetit, pa ata më thojnë, më falni, nuk kena mundësi. A e ka kupton? Prandaj unë du venin, investojnë venin tem, prej ushtrise te poshta vlla, nuk di ku ka ma shumë. As baba jam, as nona, as kërkush antar të familjes tem, nuk mormi rroga prej shtetit bre, veç japmi. Ju që ma keni shoh gruan në komente, edhe këtë nona në gjike, ta dini falë këty në prindve, nuk po ju shoj, se ndryshe kisha reagu, për zotin po. Ramush Haradinaj, edhe të tjerët, dhe ata që kanë kontribu për venin, janë njerëz që s'ban me amenu për shkatimin. Dalloni edhe lexoni mirë shkrimet, sepse nuk ju shajta në shkrim, por e thash si një qytetar apartijak, unë s'jam asnjë në parti jo vlla. Kur Ramush Haradinaj për kokë ty në dëve, nuk e kam taku prej që ka dhonë dorëheqje 2019, ose kur ishte 2018 qeveri që ishte, që e thiri Haga. Domethënë kur s'e kam taku. Po
unë pengon shumë, se një njeri që ka thonë shumë për venin, e me sho, me krasu me Radeciqa, me Rashiqa, është marrë për neve. Edhe Albin Kurti me krasu me Rashiqa e Vučića, me ato është marrë për neve, vëlla. Veni është të shku një kohjet tjetër. Pastaj tjetra, ata kanë qenë Gurbeçar që kanë vizitu këvendit, tash neve na krijon një armiqësi me ta, që na i kem familjar tonë Gurbeçar të vëlla, desme për ta. Po prapa ja xhuma aja situatë, nuk më zbras më për Gurbeçarëve, se kam halla, teze, aza që kanë meta teze 4-5 vjetë vëlla. Ju lutna, keni kujdes, ju lutna se, qëre, në këtë gjuhë që jeni të e boj ju, edhe që kërkoni, është e njëjtë si kur më qua Adem Jashari, Zahiri, me hine a kë, ose në PDK, ju me sho, me gru, me fmi, me pushkatime me jamenu. Këto i ka kërku veç Rankovicët dhe Milošević, o vllazën shqiptar. Ju që thoni, po na tek na këshëri punët e tua, është e vërtet. Nuk i ka as një në stradë, pas Albin Kurti besi ka punë, ma misone, besoni, vallahi nuk i ka, si ka shumë gajle njerë, unë e kuptoj. Ama Albini, unë menoj që baba jam, nësë më dhes mu, këtë du të më mënojnë branë me kërku në i pushkatim dykujt, ose mi asho gruën, fëmijën, sene, këtë gju nuk ka qenë mërë të shqiptarët, hej. Nuk ban, si vetë vendosi, si le dykës, si bëtë dykës, ti i vla për mua, vla. Apo mërvesh, nuk më të shohë, më të fyë, më të thonë trahtare, ku ta dijone. Kena me të mrapa, ti thonë, ti e me Serbi, ti e me Vučićin. Kur të vinë këta ti e me pushtet, ju i thonë këtyne, ti e me Vučićin, ti e me Rashićin me ato tjetrin. Nuk ban kështu, besëmni. Vene do të me jesë për para, ej. Keni me të thonë kush është me Serbi. Ka e Serbia natën, papa, arrivederci. Kërkoj falje, nëse unë e kam lëndu dikan me shkrim, por ai shkrim është jo për amushin, si personalitet, individ, pa dyshim që është shumë i shenjtë. As për AKën kur, unë të AKën e komet me 2.000 vota, vla. 20.000 kom pas të LDK, të AKën 2.000 vota, dihet çka ka ndodhur. Por Silabina Tahiri, qytetari i këtij vendi, kushtetuta ma lejon që unë me reagu për X raste. A qenë ka i mirë labi kur për shpëtoj ka bashkë me Juve, me Gurbeçarët, një rast me leukemi, me kancer, që nuk e kryin qeveria dhe ministria o vllazën, e motra. E tash, nëse unë reagoj për dikon, ju me fyla Silabina Tahiri, me gru, me familje, me ketë. Nuk keni ata që më në më zbrakës, besonni. E keni kacikin e vogël, besonni. Pasha Zotin po. Unë veç e du Kosovën, i du troje tëra shqiptare. Dikosh më thot, pse si kon luft? Po pse si kon luft e vëlla që i ke pas 30 vjetë, unë i ke pas 17 vjetë pra. Mos asi krasim, mos ban. Kallxom, mas luftës, çka ke bon që kjo liri që ka ardhur, çka ke kontribu për vendin, për Kosovën? Me fyrje me jasho njerëz me gratë fëmita, e familjen nanën me jasho? Ku keni pa vëlla? Nuk e rrokshtë. Unë po e kryj këtë bisedë me mirë kuptim më të mirë. Ju lutna, edhe këto portalet, disa prej tyre janë të bë përçarje, disa prej tyre. Unë kam respekt për gazetarë, për gazetarinë e mirëfillt. Gazetarinë e mirëfillt. Amo, pse unë reagoj diçka, më marr vish një pjesë që kam reagu, e mos më marr bërthamën e shkrimit. Sikur atë ditë që reagova për Bacën Ganeo, vëlla, i thani inshallah des pe kancer spital, e kjo kriminal, kjo ai njeri të luftu me jetën, vëlla. Është e paheshme për mua mos me reagu, s'm let gjaku vëlla. S'u reagoj për nonën tonë, për babën tonë, për krejt kush do të qoftë, ai pesë që më fyn mua sot. Mos harroni, nuk jam asht i butë, jam shumë i fortë. Besoni. Pasha Zotin ja vdridhi vënin krejt. Pasha Zotin e madh kokën e këtyne prindve, që kam si drita e syve, se këta më kanë kthy në Kosovë, s'un kam qenë azilant. Edhe për këta ju mbetu që çka të muj, centin e fundit kam e do për gjysmë me popullin edhe me venin. Ju lutna, plus nuk jam i vetmi, janë miliona shqiptarë vëlla, janë miliona shqiptarë që kontribuojnë, nuk jam i vetmi. Amo, kujdes me gjuhën fyrse edhe përçarse se nuk mundi më dal. Besoni nuk mundi më dal. Unë i bajt fala gjithë shokëve dhe shoqeve në vetvendosje. Edhe e di që ka shumë të mirë që nuk ma kanë shonë nanën, as gruën, as kërkan, as qikën, po kujdes, sepse kështu ja merë një ftyrën dhe vetvendosës nëse vazhdojnë ju në këtë mirë. Krejt dina me sha, e keni pa, unë di me radhat në atë nivelin e urt, atë nivelin e ult, kulturën e kam për babës nanës, këta nuk kam faj, sepse ju janë zeri njerit guhën edhe do të me reagu. Nuk jam djallë që zbraps nëse dërzona, për ndryshe ma ti më kishë ra karriera, kësë më dërzu kur.
kam dashuri për juve, për vendin, për këtë. Partia diçka tjetër, politika diçka tjetër, programi politik duhet më votu. Kryen zgjedhjet duhet me dash njëri tjetrin. Sepse kështu jeni t'ja knosh, jeni t'ja thy Serbisë sa vëlla, me këtë përçarje të jashtëzakonshme, këtë mediat e botës ju kanë qit. Krejt. Tu nga tjeta zamën. Që nuk bëj dallime. Që shumë këshyr, unë kesh, se di që nolna këto, por ditë jap kur kërkojnë. Pra, veni jam i shet. Si nona edhe baba. Kaq. Hesa ndorsëm, Zoti ju knost. Gurbeçar, faleminderit që keni ardhur në Kosovë. Edhe keni shku shumë shpejt për keni arsyet e juve. E di që edhe ju kena dëshpëru pasha një Allah, ju kena dëshpëru pasha komin, ju kena dëshpëru se nuk e di shka ka ndodh. Normalisht pak e keni hup dashnin për neve. E vrej, e di. Ama ju kërkoj falin e emën familjes, e në emën gjithë atyre shqiptarëve sinqert, që janë sinqert, të lutem, po, mirë e kinone. Shqiptarëve sinqert ju kërkojmë falje nëse ju lëndojna kur të vini këtu. Kaq. Gjithë shka që është këtu, është pe kur beqarve, o zëtë. Miru pofshë. Respekt.